Mirë mbrëma të gjithëve, kthehemi mbas 2 javësh në podcastin ton. Në fakt, kohët e fundit kemi qenë shumë zënë me përgatitjet për zgjedhjet tashmë të anuluara të Tiranës, kështu që intensiteti i veprimtarisë dhe i planeve na e ka të pamundsuar komunikimin publik përmes formës podcastit. Gjithsesi tashmë që zgjedhjet në Tiranë me pahir u shtyn për vitin 2027, kemi mundësinë të flasim më gjerë, më gjatë, do flasim për zgjedhjen në Tiranë, do flasim për skandalet e fundit korruptive, për pensionet, minimumin jetik, edhe shumë gjëra të tjera të cilat i shqetësojnë qytetarët. Edhe sot bashkë me mua do të jetë deputeti i Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, me cilin do nisim të flasim për korrupsionin. Nisim me korrupsionin. Çdo javë nxjerr nga një lule, po themi. Ngjarja e fundit me Belinda Balluku në fakt duhet të merrte qendrën e vëmendjes së diskutimeve të ditës. Madje mua më duket se gjitha tentativat e Edi Ramës së ditëve të fundit për ta, për ngritur tema të tjera, qoftë sa i përket antarësimit në BE nëpër konferenca shtypi, qoftë edhe me çështjen e pensioneve që do ta diskutojmë më vonë, domethënë, janë tentativa të dëshpëruara pikërisht për të hequr vëmendjen larg çështjes së Ballukut. Nuk e di nëse e pe sot në konferencë për shtyp që ishte me ambasadorin e Bashkimit Evropian, në momentin që u drejtua pyetja lidhur me këtë çështje, e mbylli menjëherë takimin, i dha dorën atij dhe hajde ikim. Tani pse them se thua është qendra e vëmendjes dhe çka ndryshe ky skandal e ta quajmë kështu nga rastet e tjera. Në radhë parë, skandali i tunelit të Llogaras na tregon pikërisht mënyrën ose sofistikimin e shkallës së korrupsionit që është përshkallëzuar me mandatet vit pas vit, mandatet që vijojnë, si më thënë, të Edi Ramës, sepse që nga vendimi për të hapur tunelin, sepse një vepër e madhe publike si kjo, domethënë, do shtronte pyetjen kujt i shërben. Në vetvetje hapja e tunelit të Llogaras mund të flitet këtu për ndikimin në turizëm, po ama vjen pikërisht pas vendimit të Edi Ramës për t'u dhënë këtyre që ai e quan investitor strategjik praktikisht gjithë Bregdetin, që nga Palasi, si thuash, deri te Dërmiu e madje më tutje. Kështu që në vetvete infrastruktura, në këtë rast rrugore, hapja e tunelit me shpenzime shumë të mëdha, pra, i shërben oligarkisë ekonomike që ka kapur Bregdetin dhe tashmë i duhet edhe një rrugë e shpejtë për të arritur sigurisht jo qytetarë shqiptar aty, se asnjë shqiptar nuk mund të bëj pushime në për ato mega rezortet luksoze që kanë ndërtuar aty Franga, Jem, Samir Mane me shok, por për luksoze dhe shëmtuara. Sepse pamjet me dronë se që është bërë Palasës, Dërmiu, Drimadhës, tregojnë një kafshëri urbanistike. Është shkatruar natyra, është shkatruar gjelbërimi dhe ndërtohet beton, dhe unë nuk e di, ne kemi edhe oligarkë që janë tërësisht ignorant, janë tërësisht të pagdhendur, janë pa pikën e sofistikimit dhe kur ndërtojnë. Se unë nuk e di, ajo është dhe shëmtirë, përveç tjera, po më false. Jo, është drejtë, domethënë një bukuri natyrore që ja ka falur Zoti natyra, le të themi, gjithë shqiptarëve, shkatërrohet për të kthyer në rezorte praktikisht private që mund të shërbejnë dëshirave të disa turistëve të huaj, me një fjalë milioner, por sigurisht jo shqiptarë, pra u hiqen shqiptarët e tjerëve. Dhe në këtë kontekst, infrastruktura në vetvete hapet me këtë qëllim. Po përveç kësaj, ajo që ndodh është që edhe çmimi fillestar, si thua, i tenderit që i shkoi një kompanie angleze, hiqet dhe shumë fishohet për t'ia dhënë një kompanie turke, dhe këtu është thelbi i korrupsionit, si thua, pra. Që këta përveç se ndërmarrin kështu vepra infrastrukturore madhore në shërbim të oligarkisë ekonomike dhe tjetërsimit të natyrës, këta brenda aty kanë edhe qindra milionat që i futin në xhep, si thua, ose që i ndajnë me njëri tjetrin, me një fjalë. Dhe ky model është praktikisht modeli i ndërtuar sidomos në mandatet e Edi Ramës, me një fjalë, dhe që e veçanta kësaj radhe unë mendoj se e mban më të besoj atë momentin e inaugurimit të tunelit, me këngë, me valle, Edi Rama që kërcente me Belindën, një skenë 8 qesharake anakronike, të kujton epokat e shkuara, apo jo? 50 vite më parë. Po nga ana tjetër, nëse argumenti këtu është përsëri që Erion Veliaj vodhi pa djenin time, ky Arben Ahmetaj vodhi pa djenin time, Belinda Balluku vodhi pa djenin time, atëherë ç'a qenë ka ky i paaftër, ti thua shpak këtij të gjatit që i quante edhe Belindave, pak fjalë.
për të thënë që ky qeng ose totalisht i paaft, totalisht i real sylesh, le ta quajmë, ose detyrimisht ka thelën e vet te torta, sepse unë që ta konsideroj kaq të paaft nuk ja dal dot, domethënë. Shiko, ka një përkeqësim edhe të standardeve gjithsesi të këshia të Ramës në raport me ministrat e vet. Ti e ma mend që përpara se mbi Arben Ahmeta e të rëndonte një akuzë dhe kërkonte spaku, Rama e kishte mënjanuar më herët nga ministër dhe nga zëvendës kryeministër, që thot momentin ku ju komunikua akuza, i thjesht çau oferrën jashtë Shqipërisë. Belinda Balluku sot është zëvendës kryeministre e Republikës së Shqipërisë. Nuk është vetëm person hetim, është person mbi cilin tashmë rëndon një akuzë e shkeljes së barazisë në tendera, që nuk kupton praktikisht korrupsion, se ti e shkel barazin tendera, jo rastisht, po që të përfitojë dikush, pra ke paracaktuar fituesin. Ka një korruptues dhe ka edhe të korruptuar që është Balluku me drejtorët e vet. Askush nuk mund të japë përgjigje pyetjes pse Edi Rama nuk e shkarkon Ballukun. Pra sigurisht mund të jepet përgjigje ndaj pyetjes me kuptimin formal të fjalës. Pra nëse Edi Rama dikur tregoi i shkathët dhe ose i shkarkonte, ose i detyronte të jepte ndorheqjen, ose e shtynte në kohë sa për të mos u prekur drejt për drejt qeveria, sot ne jemi përpara nivelit më të lartë skandalit, sepse mos harro diçka. Edhe Erion Veliaj, kur u fut në burg, kishte një dallim nga Balluku, sepse fundja ishte i zgjedhur në kryet Bashkisë Tiranës. Pra ti nuk mund të thoje dot Edi Rama pse nuk e shkarkon dot për 24 orë. Sepse fundja është një funksionar i zgjedhur. Belinda Balluku është funksionare e emëruar. Pra ka emëruar Edi Rama ministre, ka emëruar Edi Rama zëvendës kryeministre, dhe pse ky njeri nuk e shkarkon Belinda Ballukun, ose si ka mundësi që Belinda Balluku nuk është shtrënguar për të dhënë dorëheqjen paraprakisht. Tani këtu mund të ketë disa interpretime. E para është që ndoshta Rama në këtë rast është i përfshirë më drejt për drejt në korrupsion se sa në rastet e tjera, dhe në këtë kuptim ata janë duke mbajtur njëri tjetrin. Belinda Balluku me gjas është duke i thënë Ramës, por ashun, unë si e mbytur do të marr dhe ty me vete në fund të detit. Kjo është arsyeja pse ai ende mban në detyrë Ballukun dhe ende nuk ka thënë një gjysmë fjale. Nuk ka thënë një gjysmë fjale, ka thënë vetëm kjo që drejtësia të bëj punën e vet. Po mirë, drejtësia po sikur spaku të kërkojë arrestimin e Ballukut. Do e lërë dhe atë zëvendës kryeministe nga burgu, siç lë Erion Veliaj në kryetar bashkie nga burgu, do vazhdoj të qeverisë Shqipëria nga njerëz që janë në burg, edhe formalisht, jo vetëm nga njerëz që e meritojnë burgun, sa të futet dhe Rama, por nga njerëz që fizikisht janë në burg. Këto janë gjitha pyetje që meritojnë përgjigje. Jo, është shumë, domethënë se kjo që shtrove si le të themi hipotezë e arsyes pse Rama nuk e ka lëshuar, si më thën tashmë Ballukun, sepse për hir të së vërtetës ne kemi diskutuar shpesh, si thua, edhe shpresën ose nevojën për të pasur bashkëpunëtor të drejtësisë. Po e veçanta e këtij rasti, si thua, është që nëse Arben Ahmetaj është për ndjekur, le të themi kështu, nga drejtësia për çështje që nuk e lidhin drejt për drejt me Ramën. Nëse Erion Veliaj në aferën për cilën akuzohet dhe ndodhet në paraburgim, është ai aktori kryesor në këto korrupsionin që bënte në bashki, si thua, dhe prap nuk e përfshin Edi Ramën. Në rastin e Ballukut, fakti që kemi të bëjmë edhe një herë me një tender publik kaq madhor, shtetëror, si thua, të një ministreje dhe njëkohësisht zëvendës kryeministreje, e cila ka në dorë praktikisht frenat e shtetit, sepse si thua është ministre e ministrisë më të madhe që ka shteti shqiptar, Ministria e Infrastrukturës, energjetikës, pra të mineralit, gjitha çka aty. Do të thotë që pikërisht nuk mund të hiqet Rama sikur s'di gjë në këtë rast, domethënë, sepse madje edhe Balluku do ishte shumë herë më e prirur që të bashkëpunonte me drejtësinë në mënyrë që t'i ulte vetes atë barrën e fajit ose të burgut, si thua, dhe duke bërë fajt, duke tërhequr me vetes, si më thën, Edi Ramën. Tani, se ku do shkoj kjo çështje, se do shkoj si çështja me Olta Xhashkën, por që me çdo kusht ja mbajnë mandatin e deputetit Ballukut për të mënjanuar drejtësinë, kjo ngelet për tu parë. Megjithatë, unë them që është hera e parë ku, si thua, drejt për së drejti është një aferë që implikon Edi Ramën, jo vetëm Ballukun. Është shumë e drejtë kjo, po të bëjmë çik te tuneli Llogaras. Tuneli Llogaras është vjedhje dyfisht. Vjedhja e parë është vendimi për të bërë një tunel i tillë, që kur është marrë vendimi, dhe ky vendim është marrë nga Edi Rama, ka qenë vendim politik.
është marrë në kushtet ku të gjithë ekspertët thonë që nuk ka leverdi ekonomike një investim aq i madh, ku në fakt ti ke tashmë dy rrugë. Është rruga e vjetër që të ndjek qafën e Llogaras dhe është rruga që është bërë e lumit Vlorës që të nxjerr në Qeparo. Pra në moment që ti ke dy rrugë alternative, të bësh një të tretë me kaq shumë para të investuara, tregon që ti nuk ke për zemër interesin publik, po thjesht do të shërbesh oligarkëve që kanë ndërtuar në palas dhe dhërmi. Pra jo atyre që si thua bëjnë aktivitet turistik në Qeparo, Borshë, Botutje, por ata që janë aty poshtë Llogaras, që është palasa dhe dhërmiu. Kjo është vjedhja e parë, pra që na kushton shumë shtrenjtë një tunel që praktikisht bëhet për Samirmane, Aleksandr Frangajn, Artan Dulakun, edhe ca ndërtues të tjerë që kanë ngritur këto monstra prej betoni në vijën bregdetare të jugut të Shqipërisë. Vjedhja e dytë pastaj është vjedhja brenda vjedhjes, pra pasi ti vendos që të ndërtosh një tunel të shtrenjtë, të panevojshëm, ti pastaj vjedh dhe tenderin, pra vjedh edhe prokurimin publik. Dhe këtu Belinda Balluku është e akuzuara kryesor dhe unë besoj që nëse Belinda Balluku i sekuestrohet celulari, gjendet palloshi si sot aty, gjendet do komunikim, jo vetëm objekt i bisedës, por unë besoj që do gjendet edhe si subjekt i bisedës Edi Rama. Tjetra që ka rëndësi, ti the me drejtë që Belinda Balluku sot është ministra më e fuqishme, që administron më shumë para, dhe sigurisht edhe taksën e vjedhjes e ka më të lartë nga çdo ministër tjetër. Belinda Balluku paralelisht është e dyshuar dhe për afera të tjera. Pak javë më përpara u fol shumë për aeroportin e Vlorës, se si ka ndruar dorë pronësia dhe administrimi i aeroportit, se si me firmën e Belinda Ballukut ka kaluar pronësia në një dorë në tjetër pa respektuar kriteret që vetë shteti shqiptar kishte vendosur për atë investim. Dy gjëra. 3. Rrugët me koncesion, anë e këndë Shqipërisë, rrugë nga më të shtrenjtat në Evropë, më e famshmja kjo, Thuman Kashar, oligarkut Bashkim Ulaj, edhe aty e përfshirë drejt për drejt Belinda Balluku. Pra, sigurisht, Spaku ka shumë punë që do ta bëjë detyrën, qoftë dhe vetëm për t'u marrë me Ballukun. Mirë, po e veçanta e këtij rasti është që Balluku është drejt për drejt në Ramën. Është në Ramën edhe nga pamja institucionale, jo vetëm politike. Pra nuk është thjesht politikane, nuk është thjesht drejtuese i qarkut Fierit apo drejtuese i qarkut Tiranës. Shikoj ironinë. Sot e marrin për talentet madhe politike Belinda Ballukun. Thonë, vajti në Fier, ktheu rezultatin, thelloi rezultatin për PS-n. A thua se Belinda Balluku ka bërë një shkollë strategjisë politike. Do të thonë, themel është po i bie kësaj, do të thonë, për treguar nivelin e kapacitetit politik saj. Jo, ajo është thjesht ministra më e pasur, më e korruptuar e qeverisë dhe duke pasur mekanizma shumë të fortë klientelisë, si drejtuese e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ka mundësinë të blej vota dhe shantazhojë më shumë se ministrat e tjerë. Pra nuk është eksperte e fushatave apo politikane karriere, është thjesht një person i padh dhe i korruptuar që pushteti i madh dhe paraja e jashtëzakonshme e kanë bërë që të fitojë zgjedhjet në Fier. Ashtu si kundër për të njëjtën arsye, Edi Rama e çoi në drejtim të fushatës Tiranës. Jo edhe njëherë si Belinda Balluku nuk është mjeshtre e komunikimit publik, nuk është strategja e njohur ndërkombëtarisht i fitimit fushatave. Jo, në Shqipëri zgjedhjet fitohen me lek, zgjedhjet fitohen me presion dhe Belinda Balluku deri tani ka qenë personi që ushtronte më së miri këtë politik kalbur. Këtë dua të them. Jo, është fare vërtet. Madje unë do shtoja atë kjo që sa the në lidhje me tunelin e Llogaras, që edhe një prej qëllimeve pse u hap tuneli Llogaras ishte me shpresën që do gjenin ujë apo jo, që të mbushnin pishinat e Samirmanes me shok aty me një fjalë, po si përfundim nuk doli ujë nga i shkëmbi i madh aty dhe rrjedhimisht tani u marrin ujin si thua banorëve pikërisht të lumit Vlorës me një fjalë nga Kuçi e me radhë me një fjalë. Dhe për më tepër është pikërisht kjo që them në fjalë, që është ministra me më shumë pushtet, me më shumë fije të lidhura për të tërhequr, është ajo e cila praktikisht është edhe më e afta për të shantazhuar Edi Ramën nga pozita në cilën ndodhe, nga pushteti që ka marrë gradualisht dhe që realisht domethënë unë do doja shumë që Spaku të shkonte dhe t'i konfiskonte celularin dhe pastaj ta dëgjonin prapë Ramën të thoshte që mos guxoni të më kërkoni celularin me radhë dhe është prova e vërtet si thuash për qeverinë e Edi Ramës. Unë e konsideroj si të pamundur që Belinda Balluku të përfundojë në burg ose në paraburgim dhe Edi Rama të vazhdojë të mbajë pushtetin. Nuk e di nëse dëgjove sot që tha që ne tha
nuk e lëm pushtetin po se futëm Shqipërinë në B. Po atëherë i bie që ky s'do ta fosim B që të zgjas pushtetin e tij. Fjalë pavarësisht se gjithë bashkëpunëtorët e vet mund të kenë në burg, po shpresoj që jo. Interesante. Po mirë, me që e lidhim çik edhe me zgjedhjen në Tiranë edhe me atë që po ndodh me Bashkinë e Tiranës, me vendimin e gjykatës kushtetuese. Para pak ditësh gjykata kushtetuese vendosi që të mos ketë zgjedhje në Tiranë, edhe padrejtësisht i dha drejt Erion Viliet. Tani unë dyshoj, do ta shohim në ditët dhe javët në vijim, që Edi Rama ka qenë shumë i kënaqur me vendimin e gjykatës kushtetuese, Sali Berisha po, saqë kjo duket edhe në faktin që ai sugjeroi lirimin e Erion Viliet. Po, një hipotezë që unë hedh, dhe hajde ta diskutojmë, është ajo sipas cilës tashmë Edi Rama duke kërkuar lirimin e Erion Viliet, pra që Erion Viliet ndiqet në gjendje të lirë, do të krijojë një precedent ku zyrtarët e shtetit, kur akuzohen për korrupsion, të mos ndiqen në paraburgim, por të ndiqen liri, dhe këtu e lidhe me Belinda Ballukun. Pra, ai do t'i shpëtoj lëkurën e Erion Viliajt, që Erion Viliajt të kthehet në liri, për të dhënë mesazhin të gjithë bashkëpunëtorëve të vet që edhe nëse ju keni probleme me SPAP-un, gjyqi zgjat me vite. Rëndësi ka që do jeni në liri, do jeni në pushtet, do jeni ministra, do jeni zëvendës kryeministër, në momentin që Belinda Balluku hetohet në liri, ka mundësi të kërcënojë dëshmitarët, ka mundësi të manipulojë provat. Po pu precedent me Viliajin kjo që duan ta kthejnë liri, pastaj nuk e prek më njëri Ballukun. Dhe kjo është garancia që Rama përpiqet ia Ballukut. Pra, Rama mund mos e shpëtoj dot nga një hetim apo nga vendimi ku mund të merret pas 5 vitesh Ballukun, se kjo varet shumë nga sa pavarur do të jetë prokurori apo gjykatësi. Mirë, po mundet ta shpëtoj në këtë kuptim. Të hetohet në liri, të hetohet në pushtet, që praktikisht do thotë mos hetohet, se nëse ti vazhdon të jesh aq i pushtetshëm, kush do merret me ty? Cili dëshmitar do guxojë të flas kundër teje? Është totalisht e jashtë logjikshme, ose nuk besoj se ka një precedent tjetër në botë që ti të kesh funksionar të shtetit, në pozita kaq të larta si kryetar bashkie e kryeqytetit apo zëvendës kryeministra apo ministra, në detyrë, të cilët janë duke u hetuar nga organi i drejtësisë. Fjalë është e pa precedent kjo gjë, nëse dhe për korrupsion, Dhe për korrupsion. Jo për se u zin me komshiun edhe u rrahën atë mbasditë. Nuk është për thyerje të etikës, po për korrupsion. Dhe unë mendoj që nëse sikur të bënte vaki për shembull që të dilte nga paraburgimi Erion Viliaj, do ishte një goditje jashtëzakonisht shumë e madhe për besueshmërinë e sistemit drejtësisë. Me një fjalë, dhe unë besoj që këtë gjë din fare mirë ata të SPAK-ut apo të gjykatave. Dhe nuk mund ta mendoj si një skenar të mundshëm, si thua. Mua më duket më tepër një deklaratë politike kjo e Edi Ramës, pikërisht sepse ai e kupton një farë reagimi që ka pas brenda Partisë Socialiste fraksioni i Erion Viliajt, që duhet të thënë që nuk ishte i vogël, ishte mjaft i konsiderueshëm, si më thënë, sepse ai ka qenë për vite të tëra me një pushtet dhe me lidhje në kryeqytet shumë të rëndësishme me vakfja. Rrjedhimisht ai e hedh këtë si kushtrim, siç bëri nëse mban mend atëre kur u arrestua për të parë Erion Viliaj, që i doli në mbrojtje apo jo, për të thënë që shiko se un jam duke të mbrojtur këtu, duke sulmuar edhe prokuror, duke thënë po guxuat hajde më merrni telefonin mua, dhe që eventualisht pastaj ta linte në harres deri aty sa ta shkarkonte edhe nga kryetar bashkie. Un nuk di të them, nuk jam i sigurt në qoftë se kalkulimet politike të Edi Ramës për të anuluar zgjedhjet shkojnë pas në kohë që në momentin kur ai mori vendimin për të shkarkuar Erion Velin, sepse nuk shoh arsye pse ai do shkelte, le të themi, procedurat për t'i lënë vend gjykatës kushtetuese që t'ia hidhte poshtë si vendim. Pra nuk di të them tamam se kur e mori vendimin për të mbajtur zgjedhjen në Tiranë dhe kur vendosi që të ndjek hapat që eventualisht do t'i jepnin, le të themi, justifikimin gjykatës kushtetuese që t'i anulonte ato. Pra, unë nuk besoj që ai ka pas në mendje çdo hap që në fillim. Mi po rrugës do ta diskutojmë dhe arsyet sepse Edi Rama përpiqet të vras dy zoq me të njëjtin gur. Pikë pari. Në moment që gjykata kushtetuese i jep drejt Erion Viliajt dhe thotë ti do jesh kryetar bashkie deri në vitin 2027, Rama ngre këtë pretendim dhe thotë, po mirë, a mundet të drejtoj dikush bashkin nga burgu? Jo, por nuk e shkarkojmë dot. Dhe meqenëse nuk e shkarkojmë dot, qytetarët kanë nevojë për qeverisje të mire kështu me radhë, dhe i bie që Erion Viliaj ka drejtë që her pas here të kërkojë
revizionimin e masës së sigurisë. Kështu që Erion Viljaj do shkojë në gjykat herën tjetër dhe do thotë, meqense nuk më shkarkuan dot, për hatër të popullit dhe të qytetarëve kështu me radhë, më jepni lirinë. Edhe njëta gjë do të vlejë për Belinda Ballukun, sepse Edi Rama po tregon që nuk ka ndërmend ta shkarkojë. Pra ndryshe nga Velian që si zyrtar i zgjedhur e ka më të vështirë nga ana kushtetuese, Belinda Ballukun ai me i firmë mund ta shkarkojë, është shumë e thjeshtë. Ama nuk e shkarkon pikërisht për t'ju thënë institucioneve të drejtësisë që shikoni, ne sa kohë do i mbajmë detyrë të zyrtarët e akuzuar për korrupsion, atëherë këta për të pasur minimumin e qeverisshmërisë, duhet i lëmë në liri. E dyta, dhe unë këtu besoj që ka konsensus midis Ramës, Berishës dhe Ilir Metës, pra i sa vleri Ilir Meta tashmë. Këta do e përdorin këtë si kazus. Ndoshta edhe për ndryshuar ligjet e reformës së drejtësisë. Mos harro, prokurorët dhe gjykatësit gjykojnë dhe marrin masë sigurie bazuar tek ligji. Qofse këta fusin duart tek legjislacioni i reformës së drejtësisë, pa thonë që e heqin paraburgimin për zyrtarët e akuzuar për korrupsion, pastaj prokurori nuk të kërkon dot ty. Pra frika ime është që ky me Sali Berishën po bëj një ujdi që përfshin jo vetëm kodin zgjedhor, jo vetëm reformën territoriale, po edhe ndërhyrjen e ligjet e reformës së drejtësisë, në mënyrë që t'i thotë Berishës, jo, ti do të hetohesh në liri, ose ish ministrat e tu, në mënyrë që t'i thotë Ilir Metës, dilte ti nga burgu derisa të marrë vendimi i gjykatës. Dhe do thotë vetëve, edhe ju do hetoni në liri. Pra kjo është ajo që i bashkon Ramën, Berishën edhe Metën. Prandaj unë e shoh si të mundshme. Tani ne mund të shkojmë tek zgjedhjen në Tiranë, domethënë, specifikisht zgjedhjet në Tiranë, të cilat kanë qenë interesat e Ramës, çfarë ka ndryshuar në muajt e fundit, në mënyrë që në fillim ai thotë shkojmë në zgjedhje dhe nga qëndrimi i tij mua mu duk që ai ishte i kënaqur që praktikisht nuk do ketë zgjedhje në Tiranë. Ai madje është qesharak fakti që ai gjeti alibin e situash pavarësisë së pushtetit gjyqësorit pikërisht e fakti që gjykata kushtetuese mori vendim në kundërshtim të vullnetit të tij. Tha, shihni që unë si kam kapur ta të gjitha pushtetet, kur dihet botërisht, si më thënë, që shumicën e gjykatësve janë të Ramës në thonjza, si në gjykatë kushtetuese me një fjalë dhe në fund të ditës, me një analizë fare të thjeshtë, vendimi për të mos mbajtur zgjedhjen në Tiranë intereson Edi Ramës me një fjalë. Që ta marrim që nga fakti më elementar, personi që ka vendosur për të drejtuar fushatën elektorale në Tiranë është i akuzuar nga SPAK-u për korrupsion dhe do të fundos edhe ty bashkë me veten e saj, si thua. Minimalisht nuk ka kohë të bëj fushatë. Minimalisht do shkojnë SPAK, do të zor celularët, nuk ka kohë të rrit merret me të shpërndaj lek për të bindur qytetarët e Tiranës që të votojnë prapë kandidatin e Edi Ramës. Së dyti, vetë kandidatja, o Gerda Manasiliu është një funksionare, pavarësisht se ka qenë dhe ka drejtuar ministri të rëndësishme, në fund ditës është një person më pak karizmatik nga të gjithë ata që ndoshta ka Partia Socialiste në organikën e vet. Kampionja e mediokritetit, domethënë, një mishërimi politik i mediokratetit. Një burokrate, funksionare e nivelit ulët në Bashkinë e Tiranës së dikurshme, kur që vet kryetari Edi Rama, e cila fal besnikërisë së saj, le themi ndaj liderit, ja doli të drejtojë edhe Ministrinë e Shëndetësisë edhe Ministrinë e Arsimit në një fjalë. Kështu që është një person që nuk ngjall asnjë lloj shpresë, asnjë lloj frymëzimi te vetë baza elektorale e Partisë Socialiste, mendoj unë. Ne kemi diskutuar edhe më parë. Ogjedar Marasiliu ka pas vetëm një dalje publike prej momentit që është shpallur kandidati për Tiranën në podcastin e Edi Ramës. Edhe Doran Zemër në atë podcast që Rama e kishte projektuar enkas që kjo të spikaste më të thoshte në një gjë. 90% e kohës u fol për jetën personale, ku je njohur me burrin, ku ke lindur, çfarë ke bër, iku ai muhabet. Kur u formë politik, kjo qyqarja sa herë hapte gojën, lavdëronte, fal jush, kryetar, fal jush, kryeministër, fal jush, shkëlqësia juaj, domethënë çdo arritje e saj dhe e Shqipërisë ishte fal Edi Ramës. Që këtu u duk që zoja në fjalë nuk ishte për atë punë. Ka as karizëm, as personalitet politik, as një lloj gjëje. Kam vënë re ditët e fundit që Edi Rama kishte nisur të postonte videot e Manasiliut në faqen e vet. Nuk e ka bërë kurrë. Por nuk e ka bërë kurrë që në faqen e vet nxjerr kandidat për t'i promovuar. Do të aq keq ka qenë situata e brendshme në PS, saqë kanë përshtypjen ky ka thënë tani të shpëtojmë çfarë mund të shpëtohet, qoftë do ketë zgjedhje në Tiranë. E treta, ti e them me drejt, Erion Viljaj me gjas ka ende ndikim në PS. Tani cili është problemi në këto sisteme shtypse dhe të frikës? Ti nuk i sheh kurrë mbështetësit e rivalit tënd.
brenda partisë. Për shembull, Erion Veliaj u shkarkua me votë pothuajse unanime në Këshillin Bashkiak. Asnjë figurë e rëndësishme politike, as qendrore, as lokale, as e dorës tretë në PS, nuk ka thënë një gjysmë fjalë për Erion Veliaj. Mirpo Edi Rama, duke kuptuar si funksionon një sistem autoritar, e di që mbështetësi mund të jenë dhe të heshtur, mund të jenë dhe të fshet. Fundja kjo ka qenë arsyeja pse Stalini i vriste me qindra mira, sepse kërkonte mendjen e vet kundërshtarin. Po ka qenë ti nuk e kupton kur nuk ka liri. Kur nuk ka liri ti nuk e kupton kë kundërshtar, se të gjithë thon bravo, urra, dhe ky ka frikë tashmë se ka mbështetës Erion Veliajt brenda PS-s që ky nuk i dikton dot, se të gjithë ja bëjnë bar, kështu që ja ka frikën. Erion Veliaj mund të jetë dhe zero politikisht sot brenda PS-s, ama duke mos pas një atmosferë të gjallë lirie në Partinë Socialiste, ky nuk e kupton. Pra ky ka frikë se mos e tradhtojnë njerëzit e Erion Veliajt. Dhe tjerat pastaj, arsyet e tjera kanë të bëjnë edhe me mënyrën se si po projektohej gara si garë me 3 kandidatë. Dhe kjo është interesante, që në mendësinë e qytetarëve të Tiranës po krijoi ideja që ka 3 fitues të mundshëm gara. Dakor, do të thënë, konkurenca do të ishte e fortë dhe një garë treshe unë kam përshtypjen Edi Rama është më i dobët se kurrë. Sepse nuk i motivon dot vetë duke thënë erdhi gogoli i Berishës. Sepse nuk është vetëm njeriu i Berishës opsion. Isha dhënë si kandidat i Lëvizjes Bashk si opsion. Dhe ja ka frikën kësaj opsionit të tretë. Jo se me do e mos do fitoja unë, por ama kur krijohet përshtypja që ka 3 fitues të mundshëm, atëherë gjithçka mund të ndodhë. Po. Dhe kjo e bën interesante situatën. Pa dyshim edhe roli ynë, si thua, jo vetëm në Tiranë, po konteksti i Lëvizjes Bashkë është modeli, si thua, që përbën një pol të tretë, le të them, një pol më të ndershëm, të papërlyer me politikat e vjetra, e cila do përbënte alternativën e vërtet kundrejt pushtetit e Edi Ramës. Në këtë ngërçin dy partijak ku si thua mobilizohet baza e dyja partive në bazë të frikës së gogolit të njëri tjetrit, qartazi ka fituar Rama në gjitha përballjet e fundit, si thua, dhe fakti që mund të dalë një model i tretë, pra një shpresë për qytetar, një alternativë tjetër, kjo është frika e madhe e të dyja partive, përgjithësisht të së vërtetës me një fjalë, dhe që praktikisht këtë nuhati besoj unë edhe Edi Rama. Madje është përfolur shpesh që kandidat për kryetar bashkie nga Partia Socialiste do ishte Blendi Gonxhe, të paktën gjatë fushatës 11 majit me një fjalë. Por me sa duket ky ka përzgjedhur një figurë si Manastir Liu pikërisht sepse këto janë zgjedhje, si thua, të jashtëzakonshme me një mandat të reduktuar dhe ka zgjedhur një tekniciene, një burokrate të nivelit të dytë, si thua, në mënyrë që të mbyllet mandati dhe pastaj ndoshta të kandidonte me Blendi Gonxhen, por ka kuptuar rrugës praktikisht pra që ujërat po lëvizin, për gjitha këto arsyeja që ne përmendëm pak më parë, ka kuptuar potencialin e vërtet që të mos ja dilte ta fitonte bashkinë ose ta fitonte në mënyrë bindse, dhe rrjedhimisht i ka rënë shkurt dhe ka thënë që më mirë ta administrojnë bashkinë deri në përfundim të mandatit me një tekniciene aty, njëkohësisht bëjmë thirrje që të çlirohet nga burgu dhe kryetari i bashkisë dhe të mbyllim mandatin dhe pastaj të riorganizohemi, si më të rimblidhemi. Për të vazhduar logjikën e kësaj që po thoshim. Një televizion goxha armiqësor me Lëvizjen Bashk, News 24, që nuk ka kushtuar as edhe një sekond kohë gjatë fushatës zgjedhore, ka botuar një sondazh ku mua më nxirrte me 12.5%. Ai gazetari që po drejtonte emisionin, tur fillonte sa herë përmendje emri im, ku diu gati shante në përdhëm, që duke parehatia e tij jo thjesht personale, por parahatia e institucionit, e televizionit të sigurisht në pronësimin një oligarku tashmë në rënë nga fiku si Ysembelliu, e prapse pra ky televizion më atribonte mua një përqindje të rëndësishme, 12.5%. Dua të kujtoj që në zgjedhjet e fundit të Bashkimit të Tiranës unë kam marrë 4.78%. Edhe komentuesit më negativ në rrjetet sociale kur thonë që ti nuk do fitosh, thotë hajde do marrësh 15% dhe nuk do fitosh. Kjo thjesht tregon avancimin tonë. Unë prapë mendoj që potenciali ynë ka qenë goxha më i madh, sikur zgjedhjet bëheshin. Sidomos nëse ne arrimim të impononim një debat mes kandidatëve. E kur gjithë projektorët ishin mbi atë çfarë thoshin ne, mbi atë çfarë thoshin rivalët tanë, që do thotë se rezultati i zgjedhjeve të Tiranës të 2025 që për të qenë nga më të paparashikueshëm.
Në këto kushte Edi Rama është të hequr. Pra, në kushtet ku gjithçka mund ndodh. Nuk po them që do fitonte se s'bën A-ja, B-ja apo C-ja, po them në kushtet ku gjithçka mund ndodh. Edi Rama është të hequr, se mos harro diçka. Me kaq skandale korruptive, nëse ai nuk fitonte Tiranë, pushteti i tij do ishte shumë afat shkurtër. Versioni që pa futur Shqipërinë BE-u nuk i këtej, do ishte tamam utopik. Duke i nuhatur të rrezik, sidomos që do kishte një thyrje në Tiranë kaq afër zgjedhjeve të përgjithshme, ku ai fitoi 83 deputet, do krijonte vërtet shpresa të mëdha. Tirana e ka nuhatur edhe është të hequr. Tani, me që jemi në bazën e diskutimeve për zgjedhjet lokale, dje doli lajmi i fitores së Zoran Mamdanit në New York. Një kandidati që vjen si i pavarur, sfiton establishmentin, formalisht fiton zgjedhjet për Partinë Demokrate në New York, bëhet kandidat formal i demokratëve, ndonse shumë nga pushtetit e Partisë Demokratike nuk e mbështesin në fushat dhe arrin me një program shumë të afërt me tonin social-ekonomik, arrin të fitojë ndoshta bashkimin më të rëndësishëm të botës. New Yorku është kryeqendra e ekonomisë financiare globale, ka Wall Streetin aty brenda, është vendi i saj sa sipërmarrjeve të jashtëzakonshme dhe jete shumë komplekse urbane kulturore dhe ja del një njeri me një program vërtet majt, me ide përparimtare të fitojë bashkimin e New Yorkut. Ti ka përshtypjen që ndjekur shumë se unë rrugtimin e Mamdanit, si është rritur, si është zhvilluar profili i tij publik dhe si arriti që në fare të bëhet kryetari i New York. Është pikërisht modeli i atij outsideri, si thua, që nis me një përqindje shumë të vogël mbështetje. Është modeli tamam i Bernie Sanders, që kur shpall kandidaturën për të parë, gjithë mendojnë se mos e shpalli për të pasur, si thua, dhe majta për ta tërhequr Partinë Demokratike drejt disa politikave paksa më progresiste se sa establishmenti i status quo-s përgjithshme, si thua. Dhe që hap pas hapi kupton se ka terren shumë dhe potencial si thua për të rritur jashtëzakonisht shumë derisa arrin që realisht ta sfidojë establishmentin dhe eventualisht pra të fitojë. Ky model që në thelb sa jemi diskutuar edhe për Edi Ramën qëndron rreziku gjithmonë një figure të re politike që propozon diçka krejt ndryshe dhe që del mban, si thua, të përmbusi establishmentin. Ti me drejtë e the që New Yorku është një ndër kryeqendrat financiare të botës, po sigurisht edhe të Amerikës, në cilën ka rreth 400.000 milionerë dhe një ndër propozimet kryesore të Mamdanit ishte që do të rriste taksat për milionerët, për atë që fiton mbi $1 milion në vit me 2%. Që është përqindje është shumë modeste, e papërfillshme për atë që është milioner, por që është shumë e rëndësishme për financat e një qyteti, si thua, dhe për gjithë ato politika që ai do të aplikojë në qytetin e New Yorkut. Tani çështja është që Mamdani, ky grupi i miliarderëve në fakt me këtë Bloombergun e famshëm që kanë sulmuar dhe ngritën një fushat të tërë denigruese kundër tij, fokusoheshin kryesisht te karakterizimet, si thua, identitare. Pra fakti që është musliman, fakti që nuk ka lindur në Amerikë, pra dhe prindërit e tij kanë lindur në Uganda dhe pas kanë emigruar në Amerikë, dhe qëndrimet e tij në kritikat që i bënte për shembull gjenocidit që po ndodh në Izrael. Pra merreshin më tepër me këtë aspekt të tij dhe më pak me politikat e tij ekonomike, të cilat si thua i nënvlerësonin ose i kinin tutje si ide komuniste. Kjo gogoli i komunizmit që vazhdon të përndjek, si thua, liberalët edhe në Amerikë. Ama thelbësisht unë mendoj që ai që i ka bërë newyorkezët që të votojnë një figurë si Mamdani, pikërisht politikat e tija ekonomike, social, me karakter jashtëzakonisht shumë social, pra që nga se sa e papërballueshme është bërë në New York, si thua, çmimi i qirave, pra çmimi i banesës, që është e njëjta edhe në Tiranë apo jo, pra çmime stratosferike që e kanë kthyer, si thua, banesën dhe pallate, apartamentet në mall tregu për më të pasurit e vendit, me apartamente super luksoze me çmime të jashtëzakonshme, por që kanë bërë jashtëzakonisht shumë të vështirë për newyorkezët tradicional, si thua, që kanë jetuar dy brez pas brezi, që edhe fëmijët e tyre të kenë një banesë që është kushti parësor dhe themelor i jetesës në një qytet.
E dyta trafiku, çështja e trafikut si thua, fakti që do të ofroj shërbime urbane falas pra për qytetarët. Tjetra, si ti ndihmoj për shembull çiftet e reja, do japi subvencione për fëmijët e porsalindur njëkohësisht dhe do ofroj kujdes si thua për të moshuar në parazite për shembull, për ata që kanë të vështirë. Pra një sër masash, njëkohësisht ka nënvizuar faktin që policia për shembull e qytetit nuk duhet të merret me të gjitha gjërat. Duhet të ketë edhe më shumë punonjës social që kryejnë punët në shërbim të komunitetit dhe policia duhet të fokusohet tek krimet e rënda, tek gjërat me të cilat duhet merret në fund ditës policia, pra një rritje të administratës shtetërore pa shkurtuar policinë. Një sër masash që për së vërtetës kundërshtarët e tij, këta që përmenda që kanë tentuar ta denigrojnë, kanë akuzuar për lloj soi gjëra. Do shkurtoj policinë, do rrisi kriminalitetin, është një musliman fundamentalist i cili në fakt e fsheh, po është në të vërtetë është një komunist o marksist i cili do të rikthejë, nuk e di, stalinizmin në New York. E gjëra të kësaj natyre për që thelbësisht unë mendoj edhe tek një popullsi si ajo newyorkezja, sidoqoftë më e arsimuar, më klasë mesme, le të themi kështu, se sa ndoshta pjesë të tjera të Amerikës, ka bërë të kuptojnë thelbin atij që është një politikan i ri 34 vjeçar, pra si Mamdani. Shumë interesante, 34 vjeç, ne ishim duke protestuar për tretat e studentëve, për të bërë thjesht një paralel në kohë, ndërkohë që Mamdani arrin zgjedhjet kryetari i Bashkisë New Yorkut. Bën shumë përshtypje akuzat që më tregon edhe çoroditjet e kundërshtarëve të këtij politik, mungesën e logjikës. Imagjino, të akuzosh të gjithë një njeri edhe si fundamentalist fetar, musliman, edhe si komunist. Zakonisht ata që akuzohen si komunist u shkruan nga mbrapa dhe dam ka ateistit. Më që komunist ateist mund të jesh besimtar lere më fundamentalisti një besim i caktuar, mirë po, ata që të akuzojnë nuk duan t'ia dinë për asgjë. Plus që shpeshherë ka shumë konfuzion në opinionin publik, saqë hidh baltë e gurti se diçka do ngjisin në fund. E them këtë gjë sepse her pas here ne përballemi me të njëjtat akuza. Ti mori një rast, Mamdani ka propozuar të rrisi me vetëm 2% taksat për milionerët në New York. Edhe sigurisht që gjëja e parë që akuzojnë është komunist, ndërkohë që kush di 2-3 gjëra nga historia e kupton që në fakt komunizmi nuk ka taksa, sepse taksa ka ku ka pronë private. Aty ku ka pronë private ka dhe fitime, pjesë ka fitime të mëdha, atëherë mendohet që fitimet e mëdha taksohen. Pra, vetë taksa presupozon kapitalizmin, madje presupozon një kapitalizëm sipërmarrjeve të mëdha. Prandaj ka edhe taks progresive. Pra, në këtë sens, nuk mund të jesh komunist në momentin që propozon një sistem të caktuar taksimi. Në kohën e Enverogjës nuk ishte taksa. Enverogjës nuk vendoste taksa, sepse praktikisht kishte zhdukur pronën private, dhe gjithçka ishte pronë shtetërore ose jashtë quajtur shoqërore. Tjetra, ajo që më ka bërë përshtypje është jo vetëm gjashpëria një ide që ne në televizjen bashkë kemi me televizjen e Mamdani dhe përgjithësi me televizjen e demokratëve të majtë në SBA me Bernie Sanders, me Alexandria Ocasio-Cortez dhe të tjerë. Luftën e oligarkisë, idenë e një qyteti dhe një shoqërie ekonomikisht të përballueshme marrën në çështjen e strehimit, po më ka bërë përshtypje edhe një farë kuptimi edhe dallimet midis nesh. Më duket se ata më radikal se ne. Edhe ja kanë dalë fitojnë. Po të marrë 2-3 raste. E para, Mamdani një nga parimet e veta në fushat ka ato që quhet rent freeze, do të thotë ndalimi i rritjes së çmimeve të qiras. Pra ngrirja e qirave. Ne edhe në programin ton për strehimin kemi masa të forta që do përpiqemi ta bëjmë të jetueshëm qytetin. Nuk na shkon mendja të shkojmë deri tek dekreti bashkiak që nuk lejohet ta japësh shtëpinë me më shumë se sa X lekë. Për në këtë sens programi i tij është më është më radikal se ne. I dyta, Mamdani propozonte autobus falas, transport publik falas. Sigurisht ne kemi shtimin e përkrajjes publike për më të varfrit që ta kenë transportin falas, mirë po në kushtet ku është Tirana, krahasuar me New Yorkun, që është një qytet ku qarkullojnë shumë amarramence parash, për ne kjo është një aspirat që do doj kohë të realizohet. Pra, ne nuk mund dalim sot në Tiranë dhe të gjithë që nesër falas në autobus. E prapë se prapë, ka përshtypje që ne akuzojmë shumë komunistë që ka akuzuar Mamdani. Për të kuptuar se sa i padrejt është ky etiketim edhe kjo përdorje dritë shkurtër e këtyre nofkave politike,
nga ata që nuk duan të flasin për ide, nga ata që nuk duan të flasin për programe, problemet e vërteta të qytetarëve. Thjesht ka nevojë për parrulla, sepse parrullat fshehin paaftësinë dhe kompromentimin e tyre. Dhe në çdo hajdut, qofse e shon di këtë si komunist, ka shpresën se do duket më pa hajdut. Po jo, vazhdon të jetë një hajdut. Thjesht një hajdut që po përdor një etiketim politik, pa drejtësisht për kundërshtarin e vet. Kaq. Mirë po, njerëz si Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, e të gjithë këta që kanë qeverisur Shqipërinë deri më sot, këta thjesht kanë nevojë për ca nofka, ca etiketa për të fituar vëmendje. Është si puna e këtij kryetarit të Bashkisë Njorok, ishte rivali kryesori, Mandani Kuomo, ka qenë më herët kryetari i Bashkisë Njorok. Më gjuz ai atë kishte. Ky është socialist, ky është komunist, do bëhet Bashkim Sovjetik. Në fakt është vendi besoj. Është e vërtet që tentativat për të devijuar debatin nga çështje thelbësore, që praktikisht kemi pasur edhe ne gjatë fushave së 19 maj. Unë mbaj mend vetë sa herë kam bërë thirrje kur mësojmë për televizion që hajde flasim për programin politik të partive, domethënë hajde diskutojmë këto çështje që megjithmonë nuk interesojnë qytetarëve, sesa të merrem me etiketime, me llogaritje të numrit të votave që fitojnë njëri me tjetrin dhe me sulmen e bajtë. Ky është një show i madh televiziv, por që ka funksionin që heq nga vëmendja e opinionit publik, pra çështje thelbësore që do duhet të diskutoheshin, do duhet bëheshin edhe më të kuptueshme për qytetarët në mënyrë që votën e tyre ta bënin duke një zgjedhje të informuar në temë. Ndërkohë që ndodhe kundërta dhe për fat keq modeli më i shëmtuar që imitohet edhe në Shqipëri. Është kur nuk e shtua ke një sharje, ke një etiketim poshtë. Gjithsesi, kthehemi në Shqipëri sepse Edi Rama u dha lajmin e madh pensionistëve që prej 1 janarit pensioni juaj do rritet. Përmendi 1.800 lekë për ca pensionistë, 8.000 lekë për pensionistë të tjerë. Mirë po, ne shohim që situata është më komplekse dhe unë kam përshtypjen që Edi Rama është një prestigjator, për të mos thënë mashtrues, që përpiqet të hedhë sy njerëzve me këto ide dhe shifrat që përplas në vëmendjen publike, që njerëzit mos e kuptojnë me njëherë mashtrimin, mos kuptojnë me njëherë që praktikisht asgjë nuk do bëhet për pensionistët. Ama është interesant fakti që filmas protestës së fundit të lëvizjes bashkë për pensione, për minimumin jetik, Edi Rama u zgjua nga gjumi dhe tha pensionistëve prej janarit do arris pensionin, do ju heq bonusin, do e pjesoj bonusin në 12 dhe ato para që ai jep një herë në vit, çike nga i çik do ja 12 muaj të vitit, pastaj në ardhmen e ndritur, tha, kur të hym në BE, do hajmë me Luk Floriri. Dakor tani, ta diskutojmë çik Lukën e Floririt për pensionistët. Jo, shumë interesant dhe pikërisht fakti që ai kujtohet të flas më njëherë pas protestës sonë. Ka gjithë kohën e Perëndisë për të folur për një problem që do duhet të jetë zgjidhje afatgjate, jo thjesht siç bën shumë me frymëzimet e tija djalëshare të erëvarstershme, duke thënë që kaq lek aty, kaq këtu, sheqe e mbajnë premtimin. Ndërkohë që më njëherë pas protestës reagon. Megjithatë, kemi shansin e mirë si thua që t'u sqarojmë qytetarëve me detaje si thua se çfarë propozon Edi Rama, pse edhe kjo që po thotë është një mashtrim i radhës. Dhe në fakt unë dua ta lë fjalën ty se një përmirë çështjen e pensioneve se ka të bëjë edhe me të themi numrin pak a shumë të atyre, ose ato pjesë të pensionistëve që realisht do përfitojnë një lloj rritje të pensionit, por edhe se çfarë është kjo rritje në thonjza pra që predikon Edi Rama. Më pyeti një gazetare sot, mos u shkënjeve gjë, i tha që Edi Rama ju vodhi programin dhe i rriti pensionet, i tha që do isha i lumtur shumë zgënjesha, sepse fundja do ishte ka një mirë pensionistët. Edhe në fakt kur dëgjoja Ramën herën e parë që doli publikisht, që po fliste për rritjen e pensioneve, me ato vetbesimin që ishte sqaruar për zbytja për strejkin në Shqipëri, thashë me vetë si ka mundësi që ky po mashtron kaq haptazi. Dhe tamam si e gënjeshtare që në fillim do të gënjej veten për të bërë i besueshëm, edhe Edi Rama me pompozitet të thoshte pensionistëve shpëtuat që nga 1 janari do rritet pensioni thotë nga 1.800 lekë për pensionistët që kanë vite të plota, siguruar tek 800 lekë muaj për të tjerë. 3 minuta mesazh, le ta zbërthejmë pak çfarë do thotë. Edi Rama ka thënë që në vitin 2026 nuk do jepet në bonus fund viti, as 2026, as 2027, as 2020 asnjëherë. Në vend të bonusit, u thotë pensionistëve, sipas kategorive të pensionistëve, pensionistët që kanë vite të plota pune do të kenë një rritje
në muaj 1.800 lekë, ndërkohë që ata që marrin pensione të pjesshme do të kenë rritje në muaj 800 lekë. Tani unë i mlodha, bëra shumën, bëra mesatare, një pjesova për 12, dhe na del që rritja mujore mesatare e pensionit do të jetë 1.300 lekë muaj. Ndërkohë, bonusin po ta pjesëtosh me 12 del një çik më shumë se 1.000 lekë muaj. Pra praktikisht në 2027 pensionistët do marrin 300 lekë të reja më shumë në muaj nga që kanë marrë në 2025. Kjo është rritja. 300 lekë më shumë në muaj. Po e them edhe një herë, të dashur pensionistë, në vitin 2026 Edi Rama do t'u arrisë pensionin mujor me 300 lekë të reja në muaj. Nuk do t'u jap bonusi në dhjetorin 2026, do ta pjesëtoj bonusi me 12 dhe nga 1.000 lekë të reja që merrit muaj shtesë nëpërmjet bonusit do të merrni në muaj 1.300 lekë. Kjo është rritja e parë. E dyta, Edi Rama thotë që vitin e dytë, vitin e tretë, vitin e katërt, kjo rritje do të dyfishohet, tani u them prit një herë, të vit 2027. Se 2026 në një tani dhe buxheti diskutohet për 2026. Dhe ti në kuvend do diskutohesh pastaj javësh, buxheti për 2026, nuk ka buxhete 2 vjeçare apo 3 vjeçare. Kështu që lugën e Florin, çfarë do ndodhi në 2030-ën, ta shohim edhe ta diskutojmë. Tjetra që është e rëndësishme. Edi Rama e ka pervertuar logjikën e bonusit. Pse? Sepse kur jepte bonusi, u jepte më shumë lekë atyre që merrin pensione më të ulta. 15.000 lekë të reja në vit. E u jepte më pak lekë atyre që kishin pensione më të larta, 10.000 lekë të reja në vit. Ndërkohë, pasi do hiq bonusin dhe do ta shtri këtë rritje minimale në çdo muaj, do t'i japi 1.800 lekë atyre që kanë pensione më të larta dhe 800 lekë atyre që kanë pensione më të ulta. Do zgjerohet hendeku midis pensionistëve që marrin pensione më të larta dhe atyre që marrin pensione më të ulta. Tani mos them më të larta, më të ulta janë gjithë të ulta si pensione, Pra, ata që i marrin çik më shumë, thjesht marrin 27.000 lekë. Ata që marrin më pak marrin 15.000 apo 14.000 lekë të reja në muaj pension. Ama prapë kjo është një lloj padrejtësie sociale sepse e rrit diferencën. Tjetra, Edi Rama flet për një pension mesatar në vitin 2029 apo 2030 prej 40.000 lekësh të reja në muaj. Por, saktëson, vetëm për ata që kanë vite të plota kontributesh. Sot Shqipëri duhet të kesh 38 vjet e 4 muaj dhe rritet çdo vit kjo shifër për të konsideruar pensionist i plot. Pra për të konsideruar si marrës e përfituesi pensionit të plot. Shtroj pyetja. Në Shqipëri, sa dhe kush janë ata që kanë me letra mbi 30 vite punë? Në shumicën e ndërmuese të rasteve janë ish në punësit e administratës publike. Po ata që kanë pas fati që jetojnë të punojnë gjithë jetën në administratën publike. Sepse informiteti i Shqipërisë është aq i madh, sot që flasim 44%, ka qenë edhe më shumë 10, 20, 30 vite më parë, saqë sot në Shqipëri këta që kanë pensione të plota, që konsiderohen të plota, janë një pakic mes pensionistëve. Për këta, Edi Rama, në rastin më të mirë, unë mendoj që gënjen, për në rastin më të mirë, në 2029 po që ngjall, do t'ua bëj pensionin 40.000 lekë. Të tjerëve shumë më pak nga këta. Tjetër që ka rëndësi. Në programin e 2025-s, për zgjedhjet e 11 maj, Edi Rama ka shkruar në programin e Partisë Socialiste që do të vendosë pensionin minimal për 20.000 lekë shtrejë. Para shumë niveli minimumit jetik. Asnjë fjalë për pensionin minimal. Pra nuk thot, nuk e vendos si objektiv, kërkum sa do jetë pensioni minimal. Ne prej vitesh e kërkojmë pjesa minimumi jetik. Diku tek 21.000 apo 22.000 lekë të reja në muaj pensioni minimal. Sot pensioni minimal është diku te 9.900 apo 9.800 lekë të reja në muaj. Rama nuk tregon sa do të jetë pensioni minimal. Fare. Më kupton? Pra, kjo pjesa dërmuese që janë shumica e pensionistëve. Pensioni minimal është çik më shumë. Pensioni minimal që merr në Shqipëri nëse ke 15 vite punë. Nëse ke më pak se 15 vite nuk merr asgjë, po duhet presësh moshën 70 vjeç për përfituar pension social që është sa pensioni minimal. Dakor? Që pensioni minimal është pensioni social i atyre që mbushin 65 vite. Ndërkohë pensioni social është pensioni minimal i atyre që mbushin 70 vite jetë. Pra, për pensionin minimal social nuk flet. Kur premton rritje të rëndësishme pensionesh e ka vetëm për pensionistët që kanë vite të plota pune, vite 38 vjet, dhe
bonusin e ka pjesëtuar në 12 dhe mendon që pensionistët do të hedhin hiç syve. Pa praktikisht, po them edhe një herë, pensionistë shqiptar në janar, në shkurt, në mars, në prill, deri në dhjetor të 2026 do të marrë vetëm 300 lekë të reja shtesë pensioni çdo muaj krahasuar me 2025. Kjo është vërtet. Shiko, atëre, këtë gjë sa po the ti duhet ta përmbledh me dy fjalë. Praktikisht pra, ata pensionistë, po flas me të reja tani, me lekë të reja. Ata pensionistë që marrin 27.000 lekë paga shumë në muaj, e para punës s'do ketë askush bonus pensioni në vazhdim. S'ka bonus pensioni. Ama ata që marrin 27.000 lekë, bonusi i pensionit do jetë pjesëtuar për 12 dhe do të rritet dhe them në thonjza muaj për muaj 1.800 lekë. Ndërkohë ata që marrin më pak se 27.000 lekë pension aktualisht, s'do ketë më bonus pensioni as për ata, 800 lekë. Vetëm se pensioni muaj për muaj do rritet me 800 lekë. Kjo është e gjithë. Kjo është. Është ta hiq me dorën e majt e ta jap me dorën e djathtë. Në këtë më bëni me pensionistët. U hiq me dorën e majt bonusin dhe tjetin bonus u hiq me dorën e djathtë muaj për muaj. Dhe thot rritje historike e pensionet. Dhe e gjoja thoshta si s'ka fytyrë ky njeriu. Po si ka mundësi që flet për rritje pensioni, thot 100 milion këtë vit, 200 milion atë vit, 500 milion vitin tjetër, shkoj drejt e 1 miliard ca euro që të rriten pensionet. Aq sa për të bërë të jetuash në Shqipëri, do duhet në vit rritje 1 miliard euro buxheti. E kemi llogaritur në programin e lëvizjes bashkë që të kemi pensione që nisin nga minimumi jetit. Dhe të gjitha të rriten aq sa rritet pensioni minimal për të përputhur me minimumin jetit, do duhesh një shtesë në buxhet për 1 miliard eurosh. Kur ndërkohë që Edi Rama thot 1 miliard euro në rastin më të mirë do të shpenzoj në të 4 vite bashkë, më kupton? Dhe kjo është një gënjeshtër e pacip e njeriu që do t'i shpëtojë skandaleve korruptive, s'po thojë ti me drejt, duke hedhur fishek zjarre, duke rrugë të marrë vëmendje njerëzve. Dhe ai premtimi i famshëm i tij për 400 euro, se të themi 40.000 lekë të reja, që është në fund të 4 vjeçarit të mandatit të tij, domethënë, vlen me këtë rritje prej 1.800 lekësh vetëm për ata që kanë pensionin pra të plot. Që bie pra sa tham 27.000. Po, vetëm për ata. Vetëm për ata. Kjo është një paketë jashtëzakonisht shumë. Është një paketë sepse edhe një herë më thuaj njëri që ka punuar në privat në Shqipëri me këtyre 30 ca vite, që ka punuar me letër. Po vetë fakti që pensioni mesatar për llogaritë diku te 14-15.000 lekë. 18 mesatari. Mesatari është 18. Pra 18.000 lekë në muaj do të thotë se është mesatari e të gjithë pensionistëve. Gjithë pensionistëve. Pra është shumë larg 27-s që merr një paketë pensionistësh që ka shumë vite në punë të. Domethënë 99 është minimali, 18 është mesatari, 27.000 është mesatari atyre që kanë vite të plota. Po. Praktikisht 3 kategori pensionistëve, këto dy të poshtet janë shumica tërmuese. Kështu që ne nuk kemi shifra sa njerëz sot në Shqipëri, por nuk besoj të kemi shumë se 20% e pensionistëve që të kenë. Po të thotë 80% e pensionistëve janë më pak marrin pensione pjesë, aq e vërtetë është kjo saqë ata që dalin sot në pension në Shqipëri marrin pension më të ulët se ata që kanë dalë në pension një vit më parë, sepse kanë mesatarisht më pak vite pune të siguruara. Kupton sepse ata që kanë dalë në vjet kanë bërë ca vite pune në kohën e socializmit, ku ishin gjithë të regjistruar. Ata që dalin si vjet kanë më shumë boshllëqe. Dhe ky trend do vazhdojë për shumë vite. Pra, sot ai që den pension është mesatarisht më i varfër se ai që ka dalë vjet, se ai që ka dalë par vjet për shkak të informalitetit në punë. Edi Rama mos u bën asgjë për informalitetin. Zero, nuk ka asnjë mas. Thash 44% e kemi llogaritur në program, numrin e atyre që punojnë ose janë vetëpunësuar ose punojnë për diku tjetër në zezë. Asnjë mas, inspektorati i punës është një institucion qesharak, përveç se ka më pak staf se fqinjat, dhe ka 2 herë më të lartë Maqedonia Veriut numrin e inspektorëve për numër punëtorësh, sa Shqipëria. Shqipëria dhe ata pak që i ka patronazhist, sepse ministri apo kryeministri thotë punoni për të bërë vota për partinë, jo për të inspektuar a respektohen drejtat e punëtorëve apo jo. Sa herë na kanë thënë punëtorët ne që marrin telefon nga drejtoria e inspektoratit të punës, kryesorët i thonë sipërmarrësit nesër do vi për kontroll. Ideja e kontrollit është të vi pa pritur, të gjej ty si punon për dita, jo të bësh gati kushtet si tishe në këto
dokumentare propagandistik Koreas Veriut. Shko, në një shoqëri e cila për një mend e ka, si thua, shqetësim të vetin le themi progresin, mirëqenien sociale, gjitha këto me radhë, Inspektorati i punës do ishte institucioni që do bënte bashkë si thua juristët më të aftë, njerëz që njihnin më mirë ligjin, ekonomistët më të aftë, të cilët do shkonin dhe do kontrollonin se sa, le themi, jo vetëm respektohen të drejtat në vendin e punës, po se sa paguhen sigurimet, se sa kontribut, se në fund ditës është kontributi që i shkon shtetit pra, që mbush arkat e shtetit dhe pastaj shteti kthen në vetë kontributet e pensioneve, si thosh. Ndërkohë në vendin tonë që efektivisht është shkruar një institucion formal, qesharak totalisht, që njerëz totalisht të paaft, që asnjëherë s'ta bëjnë punën e tyre siç duhet, gjoba xhinç, shkojnë te biznesi për të vjedhur në një lek në dorë. Dhe realisht pastaj ky institucion ka qenë duke qenë se nuk funksionon, atëherë gjendja e shtetit shqiptar është kjo që është. Është shumë e vërtetë, në vende ku ka shtetës drejtës, e tamam shtet, janë ca profesione që janë vërtet fytyra e shtetit, janë shtylla kurrizore e shtetit, inspektori i punës, tatimori, doganieri. Në Shqipëri këta personazhe që në imagjinat kolektive janë më të korruptuar dhe më të paaftë. E kupton? Pra, kjo tregon se si e kanë keq qeverisur dhe si kanë keq ndërtuar institucionet ata që kanë pas pushtetin deri më sot. Pra ata ju dinë shtylla kurrizore e shtetit, ata që do ta marrin shtetin në këmbë, që të mundsonin pagesën për shërbime publike. Ata janë më të korruptuar. Por mos përmend tjerë pastaj. Ministrat e tyre, ai është korrupsioni i madh, strukturor, po edhe hallkat e poshtëve të shtetit. Në moment që ata sipër janë fund e kryet korruptuar, do të cedojnë. Pra me pak fjalë, ata që kanë pensionin më pak se 107.000 lekë, s'do kenë bonus pensioni dhe thjesht do rritet. Ata do marrin më pak se sa, ata që kanë pensione. Ata do marrin më pak, bëra mesatare. Ata që sot merrnin 15.000 lekë në vit të reja, bonus, do të marrin në muaj pas viqet bonusin më pak nga që merrin 15.000 lekë. Më kupton? Se 15.000 lekë, po ta pjesësh për 12, dohet më pak se sa 800 lekë që 812, sa i thon, 98. Ti je inxhinieri, tu do marrin më pak, pra shumica e pensionistëve do marrin më pak rritje nga që ishte bonusi. Po ti bashkosh të gjithë, edhe ata që marrin pensione më të mira, edhe që marrin pensione më të këqija, rritja mesatare do të jetë 300 lekë në vit. Por shumica e pensionistëve 2026 do jetë më pak se 2025. Kjo është mrekullia e Tiranës. Mu the ta lëm me kaq për sot, po, si mendon? Mirë, faleminderit për vëmendjen. Do të jemi javë për javë tani, fatkeqësisht nuk do të kesh zgjedhje në Tiranë, kështu që do na gjemi këtu me Redin, do të diskutojmë ngjarjet e javës, do i komentojmë dhe do përpiqemi që t'ju informojmë më shumë dhe të përçojmë ide kritike dhe përparimtare për shoqërinë tonë. Faleminderit.